Përshëndetje miq të gazetës Demos. Sot të ftuar e kemi zotriun Florin Krasniqin, kandidati për deputet nga lista e Partisë Social-Demokrate të Kosovës. Zoti Krasniqi, fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Apo na tregon çish po shka fushata dhe apo ka dallim prej kohës kur keni qenë politike dhe tash me rikthimin tuaj sërish në garën politike? Po përveç shumë ndryshimeve që janë bërë, sidomos me teknologjinë bashkëkohore, me internetin, pothuajse gjithçka ka ndryshuar. Po befasia jam është se gjanat kanë ndryshu për keq. Kur unë kom lënë politikën në 2014, kom mendu se vetëvendosja ka trasu rrugën për ndërtimin e një partie social-demokrate, qendrës majt, po ajo nuk ka ndodhur, ka ndodhur krejt e kundërta. Kështu që skena politike në Kosovë po degradon për çdo ditë për 1 milion arsye, sidomos për veprimet që vetëvendosja i ka kriju, i ka inicu, i ka cyti, i ka financu në internet, kryesisht me ofendime, me sharje, me fyrje personale. Kjo ka degradu skenën politike jashtëmase. Kështu që është ndryshim shumë i madh prej kohës kur jam inkuadruar në politikë 2009 deri në këtë kohë ndryshimi është shumë i madh, plus degradimi i Parlamentit të Kosovës është përdhimje kur Parlamenti i parë i Kosovës është më i miri parlament. Për ka kuadrat, kvalifikimet, njerëz, personalitetet, edhe për çdo herë degradon Parlamenti i Kosovës në mënyrë kontinuitive, domthonë vazhdimisht bëhet më i dobët. Ky është parlamenti i fundit, ka qenë parlamenti më i dobët i gjitha kohërave. Degradon për nga ana e veprimeve apo nga ana e të zgjedhërve të cilët po zgjidhen për deputet? Për gjithçka. Si kush për shembull? Për cilësi, për personalitete, për kuadro, për profesionalizëm. Unë kam menu, për që kom pas të dëgju prej mediave, se Parlamenti 2021 i ka pas 78 deputet të zgjedhur prej popullit që nuk kanë pas konton bank. Tash kam marrë vesh se 2021 nuk kanë 19 deputet të ri të vetëvendosjes që nuk kanë pas konton bank. Çfarë do të thonë? Ata njerëz kur në jetën e vet s'kan punu, asnjë lloj pune, asnjë lloj. Që ata njerëz duhet me vendos për politikat e jashtme, për sigurinë, për inteligjencën, për buxhetin, për shëndetësinë, për arsimin, për ekonominë, për tregtinë, krejt shoqërinë tonë. Na jemi shtet republikë parlamentare. Parlamenti është përgjegjës për gjithçka që ndodh, prej ligjeve, prej buxhetit, prej presidentit, prej kryeministit, gjithçka buron pe çatyne 19 njerëzve, edhe një 50 tjerë që s'dinë më shkruaj me lexu. Domthonë që ta njerëz na përcaktojnë edhe të sotmen, edhe të ardhmen e Kosovës. Kjo është më shumë se dhimbje. Kjo është një tragjedi kombëtare që s'është dashur na ndodh. Kush janë prej deputetëve të cilët ndoshta ju kanë befasuar më shumti me zgjedhjen e tyre? Në qoftë këtë legislaturë, po edhe legislaturët e kaluara. Po, me të thonë drejtën, unë nuk i njoh tash personalisht. Po vetë fakti se 19 njerëz 2021 i kanë zonë befasi, tash i bojnë kontot. Para se më shku e kanë marrë vesh si të mi bo konto në bank, para se më shku. Po vetë fakti se dojnë me namush parlamentin me kongatare, me hoxhallare, me... Kjo është të dhemshme, kjo është me na kajt me shami, thojnë popoj. Kështu nuk guxon me ndodh. Po kjo ndodh për 1 milion arsye, po arsyeja kryesore është se e kanë helmu ujin politik. Njerëz të kuadrat, njerëz të ndershëm, njerëz familjar, njerëz me kredibilitet, nuk i rreken jetës politike, se vetëvendosja i nshon armatën e internetit, armatën e zezë, edhe të fyjnë, të ofendojnë baza personale, familjare, kështu që asnjë njeri me dinitet e me integritet nuk i rrekes jetës politike. Ajo ju shkon shumë për shtati vetëvendosjes, tepër për shtati. Po unë e kam vendosur parë për asysh që thojnë për mua, vetëm një kërkesë kom për gjithë ata që fyjnë internet. Vetëm familjet Jasharajt, Haradinajt, familjet me mos i fyjni dëshmorët, ata që kanë dhënë jetën për Kosovë. Mu fyjni, s'ka problem, unë jam këtu, unë përballoj fëmijët e tyre. Po njerëz me eminent jetës tonë, ata që kanë dhënë jetën për vendin tonë, ata mos i fyjni. Po ata s'nalen, nuk e dinë ku kufini, nuk kanë kufi. O janë ç'njerëzor. So e keni gjasa, zoti Krasniqi, pas terrenit, të cilin jeni të vizitu, me takimet që keni, domethënë me qytetarë që ju mu zgjedh deputet pas zgjedhjeve të shtatqershorit. Të më parasysh që e dim, pra sa është pragi, sa janë ato procedura të tjera, ndoshta se ti shkon me vot
personale, kështu më matë me vota, nështë ta kish pas edhe më shumë gjasa. Unë edhe pse para 40 vjetëve, vërtet, jam konë arsimtari matematikës. Nuk jam i mirë me matematika politike, nuk i bëj mirë matematika. Unë mendoj se që du të me bona si social-demokrat, du të me kallëzu kush jam, për shka që ndruajmë, çka dojmë me bon, që është interesi i Kosovës, atër vetet të qytetarët me vendos. Unë nuk, kur kom apliku për deputet me Partinë Social-Demokrati, kam unë 3 premtime. Nuk kam me marë pozit ekzekutive, kur për Kosovën, as minister, as zyrtar. Kam mi shërbi vendit tem, që ose më thirin më shkun, mi të rëvit shkoj. Po me punën kuzhina, na e sam tash më plas, me liftu mu. Po nuk marë tender publik, edhe nuk marë rogë. Rogën do t'jep shoqatës autistëve të Kosovës. Që do 3 premtimi kam bo. Une kam ardhë mja kushtu vendit tem 4 vjetë tashme me punu për Kosovën. Edhe pas një hezitim, pas një dyshem, se kur më nënë se njerës më të mirë t'i vendit, ka në jetën për Kosovën, pse t'jepin edhe 4 vjetë, nuk janë kur gjo. Dhe është një njëm shumë e vogël në krasim me ata që kanë donë dëshmorët dhe familje tona dhe njerës tonë që kanë luftu qashtë shumë për Kosovën. E jo vetëm lufta fundit, për gjitha luftat që po thoi se 180 vjetë veç luftohet për shqirimin e Kosovës. Edhe për para, po luftat prej për Andrujës Osmane, desat shqiptarë, gjithmonë kanë luftu për lirin. Na ma në fund të fitu më lirin, po do këtë që në njërë abuzive, po e përdorim lirin. Ka pas shumë reagime gjatë ditës së djeshme edhe po vazhdojnë akoma edhe gjatë ditës së sotme sa i përket një veprime të kryeministrit në detyrë, kandidatit për kryeministër nga Lëvizja e Vetëvendosit, zotëria Albin Kurti, ku në Vushtre u shfaq me një vajzë e cila recitoi disa vargje dhe në fund e bëri thirrjen e famshme tani më që po e përdorin zakonisht militantët e Vetëvendosjes. Si keni parë ju këtë ngjarje? Unë më thonë drejtin nuk kam spjegim për veprime tilla, po unë të ardhë në këtu, në aeroplan, në Austri, të vendru aeroplanin, vjen një njëri, aty thot, o, Florian Krasniqi, mas ma ngocë Albin Babën. A ishma i vjetë e sonë. Sa vjetë i Kipre, e mi Gjilanit, harrovas. Thashe, Albin Baba, po, thashe, unë jam pe Dugagjinit, jam pe Vranocit. Thashe, aty të na, baba dhe mi pas bilin janë 20 vjetë, ma shumë. është një farë regulli biologjik, nuk është se unë e kom saktuat punë, nuk jam kryen do farë proceduras biologjike, natyrore për mu bo dikush babë. A e tha, mës janë nisë me ofendime. A shu mek, unë jam ka të kallëzaj që a bojmë na. Qysh është të na. Unë e kom pas një babë, a i ka fnajt me nënë të eme, tjerë t'i thiri batse, haqe, gjyshe, bablake, 100 fjali kemi, për respekt. Ja ka respekt në kulturën tonë shqiptare, ja s'ka kërkum. Po, malësia janë, për ka vim na, Dugagjini, Drenica, një njëri t'i thojnë babë, vetëm njoni. Nuk, batë që thu 20 vetëve, 50 vetëve, aqë, miqë, baclak, balë, janë 1000 fjallë, mi është për 100 fjallë për me respektu dikon për moshën, për pjekurin, për kontributin, po babë i thuhet vish një njëri. Të unë, ta që a i ka gjithë ta njerës, unë nuk e kuptaj, për den. O dash me dalë nona vetë, me thonë, jo, mërë ti nuk e ki këta babë, e ki një tjetër, për den. Se di që shbohet kjo puna babës, vërtet, plus abozimi, thmive në atë njërë, është të mërshëm, e kemë provu në këta pej Stalinit, ati Hitlerit, e në vërhurë, se në vetë e kemë përjetu tita, të thmija me lula, të qëtit, lula ka përfundua e pokë, po do këtë si disa njerës kanë metë, kanë stagnunat e pokë, është adhemshme, nuk tu më folë për. Apo i pëlqen zoti Krasniqi ky epitet, zotit Kurti, të marrë parasysh që nuk pat asnjë reagim nga ai edhe shpeshherë, jo vetëm te ky rast, po dim tani më që ka plot raste që në prezencë ti ka si bërëritje dhe një farë mënyre, nuk që reagon diçka që më thonë që... Jo, unë kujtohen të bimet që i majshim në atëherë, po vërtet në atë kohën kam menduar se nuk merr si pompoziteti, nuk shkon dengët shkallë, e majshim atë mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm në vjet, do këta njerë 6 muaj, nuk e maj mend, po diku të kjo qendra aty të ku kanë bërë Ramizi përpara qendra kulturore e Prishtinës, majshim një sallë konë aty dhe
më kujtohet ata kur e majke fjalimin Albini, i kish një 30 aktivistat që mrapa, aty nëse i bëjshin kështu, ku janë nesëm na me bërtit Albin Kurti, ata me dura peta, se mos munale, po din. Ai ka një farë kënaqësie për një njeri me problemet mëdha emocionale, a ku me ditë, domthon çish rrin, çfarë kënaqësie merr. E ata të që me dur që mos u nalja, po din, po mos i pa kamerat, po din, këta për atje bëjshin si bënja një për më mshefshin sidomos këti grupi për Shqipënie që kanë parë të atë mjaftit, halajan në këtë vendosin. Muna herë më ka përdok një farë talja, në të shatë, kjo nuk mundet me marë për masa, se të marë parasysh kohen, arritjet teknologjike informative, njerës nuk bojnë mo kësi budalla që shkem bojnë kotën vërhojës, po pas në qenë gabim. Keni deklaru shumë herë, zoti Krasniqi, që Albin Kurti nuk e lëshon pushtetin pa dhunë. Njësoj deklarimet e tilla ka pasur edhe në kohën kur rrëzu ai 50 ditë i fundit, ai 50 ditë i famshëm që e mori pra dhe zoti Hoti atë udhëheqjen e qeverisë, njësoj thoshin që nuk ka me lëshu me dhunë, mirë po e lëshoi. Pse tash jeni i bindur kaq shumë që atëherë nuk i ka pas fuqinë politike që ka tash. Plus është fakt historik. Nuk e kam thonë se kam zbuluar këtë punë se jam shkencëtar, po krejt pushtetet që merren me dhunë dorëzohen me dhunë. Ka raste të veçanta shumë të vogla, unë kam pasion historinë. Nuk njerëz që marrin pushtetin me dhunë nuk e dorëzojnë me vullnet. Nuk qohen një ditë edhe me dorëzu. Qofse Albini një herë ka bërë ndryshim, e ka pa mundësinë për rritjen e madhe, sa ai ka një hatje shtazarake për të ardhmen, për qysh mi manipulu qytetarët. Edhe instinkti ti në hartë është për shtaze, jo për njëri, e ka së kur qeni që e din apo tu të shpi 200 metrave lërë, kur se din pse e din qeni. Ose për shumë shumë shtansë që din më shku elefante, për shumë din më shku 500 km, se arën rrugën. është instinkt shtazarak. Albini ka atë instinkt me ditë që bojnë njerës qysh për shumë kur atakoj ke LDK, ishim në bashkë në Alianca LDK, ishim në pozit, kundër PDK-s, AKR-s, ku shokon pakicave, aja atakoj ke LDK në vazhdimisht. E ka pas instinktin, e ka ditë se LDK është më lehta me shkatru, me demontu, me prumu aty ku e pruni. Pse ka shumë kritika, zoti Krasniqi, ndaj kryeministit Kurti, shpeshherë për deklarimet tuaja ka shumë, qoftë komente, qoftë edhe qyshta edhe ti, domthonë ai bashkëtari ju në aeroplan i cili ju tha që mos mangoc Kurtin. Babën, mos më Albin babën, mos mangoc Albin babën. Se ka shumë të bëha personale, diçka personale me zotin Kurtin apo? Absolut, kur gjo, nuk është as maj pashën, as maj, jo maj pashën është në falë, gabim, pa e tërheki fjallë. 16 erën në llogaritë bankare ka deklaruar. Jo. Rryma 1 miliard rrymë, pa e ka marrë izin e vetë. Në nga mu. Energjia nuk shitet, as në anije kur shitet në stock market. Kur hip qmimi naftë, se ki pa këto levizjet që ka bo Trumpi, këtë shokët e ti kanë fitu te për shumë se kanë ditë si të nesën për banë marve. Nuk ka energji në botë, ma ema. Nuk shitet energji në botë pa mito. Nuk shitet. Nuk e ka ndryshu këtë historinë. Energjia, krejt botë, gas, naftë, rrymë, krejt llojet energjisë e kanë miton. Është rregull, nuk ta shesin pa mito. Nuk mundet. Kur nuk o shit energji në botë, që një shekull që ka fillu kjo lëvizjet e mëdha energjetike, nuk shitet pa mito. E ka marrë mitin. Kush e ka marrë, qysh e kanë marrë, sa kanë marrë, një ditë inshallah prokuria edhe është me dën ka me mira në fund kësaj pune, pa i parë ti ka marrë diqysh. Në intervistën e fundit ai tha që asnjë zyrtar i vetëvendosjes, asnjë ministër nuk ka lidhje me këto kompanitë energjetike të cilat po kritikohet në farë mënyrë ose po atakohet kryeministri Kurti për lidhjet e tij me mafinë energjetike. Kush ka lidhje me ta? Po ja ai jo. Ata hoj, me siguri se. Po cili njeri ka dalë ka thonë unë kam lidhje kam marrë. Martin Berisha i ku i ka marrë parët? Ku është Martin? Pse ka shkarku? Malizi, Slovenia, ato ne hetojnë Martin Berisha. Martin Berisha nuk ka hajnë në gjë. Ta kanë shtimë shku i marrë parët në bankë me qonë. Gazetare dash me vetë. E Martin Berisha, pse i murë parët? Pe i vukit aty në Serbë. Pse se ka shkarkut pakten? Se Martini dele kalzan. Se ta shkarkon Martini dele kalzan Martinin. Qatë minut që kjo e shkarkon Martin Berisha, a i ka me dalë në televizor, ka marrë qëtu. E ka me kalzu se i parët i ka marrë për filonin, ja ka më në filonit që kaqë. Martini nuk shkon në burg për Albinin as për kërkan.
As për këta, se me siguri ka kriju 2-3 shtresa. Mes atyne që i marrin parët, dhe këti ka disa shtresa të sigurisë. Po kur kolapsohet ajo siguri, krejt këta njerëz që punojnë kështu dështojnë. Në momentin kur fillon hetësia, njerëz që vjedhin, bojnë që si abuzimesh, e trajtojnë njëri tjetrin për kur gjosen, ka njerëz jo vetëm pështu vetin, po edhe për inati. Krejt njerëz që bojnë që si malvërzimesh ekonomike, mito, përqindje, dallavere, këta krejt e trajtojnë njëri tjetrin. Është historike kjo, gjithkush, edhe mafia ta sheton, sa do më konë të fortë, sa do më konë interesi madh, kur kollapsohet piramida, krejt e trajtojnë njëri tjetrin. A ka rrezik këta persona që deri nesër kur themelohet Byroja Konfiskimit Pasurisë dhe një prokurori e posaçme që po thotë kryeministri Kurti, mu rreziku edhe mu ndjek nga drejtësia, pasi që kemi raport që me kryeprokurorin e tanishëm, pra Blermi Sufajn, ka vazhdimisht kritika. Edhe të gjithë liderët shtetëror kanë qenë kundër emërimit të tij në Prokurorisë Speciale të Kosovës. Qoftë zoti Kurti, zoti Konjuca dhe zonja Osmani sa ishte në presidencë. Po, ideja më shku në zgjedhje me 51%, ku i ki 51%, e nuk mundesh me kriju stabilitet politik në vend. Çka do të më thonë kjo? Ti i ki 51% e nuk dën, jo se s'mund, por nuk dën me kriju stabilitet politik. Tash prallat LDK-ja kështu më thanë të edhe kritin pralla. I ki 51%. Çka dën me bonti? Do me fitu 160% dhe më kap këtë shtetin. A mundet me fitu të zgjedhje? Nuk e di. Tash zoti jo. Unë jam këtu për mes me fitu. Nuk jam votues, nuk jam qytetar. Unë jam këtu qytetar mi pengu, jo Albinin mi marë, po kukush. Mos më bo pronari i Kosovës. Qështu kanë thonë edhe për 50%, po i mur. Po, unë nuk jam, thash edhe njerë, nuk jam i mirë me matematika. Jam arsimtar i matematikës, por nuk bëj si matematikash. Unë jam këto me kallëzu çka mendoj edhe çka di. Jam dy gjana. Gjanat që i di qysh janë, edhe gjanat që i mendoj qysh janë. Unë e di se kur nuk bën stabilitet politik, me 51%, ti lyp 60, 70, 80 për mi kap këtë shtetin, jo vetëm qeverinë, presidencën, prokurorinë, gjyqësinë, gjykatën kushtetuese, komplet shtetin me met në dorë një njeri. Florin Krasni që është këtu me kallëzu, që kjo nuk ka me ndollë. Nuk ka me ndollë. Një mënyra një tjetër kur, ama kur. Jo Albini, po kurkush. Asnjë njeri nuk ka mi kap shtetin e Kosovës për fyti, kurkush. Shtetin e Kosovës e kemi fitu me shumë vujtje, me shumë gjak, me shumë sakrificë. Edhe nuk ja lojmë kurkuj mu talë me ta. As Albini as kurkuj. Ama kurkush. Përgjegjja është asnjë njeri mito është i tonëve, kemi punu për i bërë shtetin më të mirë, më sovran, më të suksesshëm, më me perspektivë për tonë ata që po ikin piktuit, më perspektivë mu kthy ata që dojnë mu kthy në vend vetë me punu, shteti i Kosovës është i tonëve, edhe kemi i bërë më të mirë për tonë. 3 pushtetet i patë zoti Krasniqi. Vetë ishte kryeministër, Leo Konjuca kryeparlamentar dhe zonja Osmani presidente. Pse atëherë nuk ishte problem, por është tash. Edhe qyshe komenton tonkit për krajet popullit, pavarësisht çfarë veprime po bën, po arrin me marr gjysmën e votuesve që po dalin zgjedhje. Ti me mashtru manipulu. Apet po them, njëjta gjë është. Shpërndarja e parave për shembull. Unë nuk jam kundër njerëzve parë. Aty në nevojë. Po shpërndarja pa kufishme e pareve për me ble vota me parët të popullit, me parët atyne mja u ble votat atyne. Psa e kupton se shumica njerëzve kanë nevojë për parë. Edhe me premtim se ka mjë dhona 5 parë, ja u blen votën me parët tyne. Kjo është një manipulim klasik i thjesht, po ka me funksionu për momentin, po ka me u kthy background, ka me u kthy mrapa. Këtë të manipulime që njëri i banë, edhe në jetë ku të bësh manipulim, a i ka me të kthy një det. Se nuk zgat, mund është mirajt ton poplin për pak kohë, o një njëri për tana heret, për nuk mund është mirajt këtë njerës për gjithmonë. është e pamundshme. Keni deklaruar që në një moment zoti Kurti ka qenë edhe armatosur. Ne e dim raportin e tij me armë, të marr parasysh që vetë ka deklaruar që gjatë luftës pra nuk ka marrë armë për shkak të raportit të tij, thash edhe herë që ka thënë që nuk i pëlqejnë armët, pra pse tash i paskën pëlqyer sipas juve? Po unë kam thonë edhe përpara, është kur kam shkuar në vetëvendosje, unë kam mbështetur vetëvendosjen për 2006-s, për çdo muaj kam dhënë parë. Edhe kur vendosen me hinë politikë, unë kam thonë se vetëm të hinë në arenën politike mundën me ndryshu Kosovën. Edhe ai kem bënë takim me Albinin, Lipurin,
vetë nga tret do këtë mikone dhe të ka artur që dikush tjetër, po Albini ka pas planin mi bo krahu në shtarak të vendosjes. Edhe ai më ka pa mu, ka pas dalë një film dokumentar, më ka pa mu si farë magjistar i armatimit. Ka menu së në veç feshlaj edhe armet vina të sa të pëdin. Jam i farë supermeni i armeve. Edhe ja kom spjegu që nuk ka nevoj për arme. Nuk ka nevoj, Kosova është shliru, nuk është pamërsu, ka mu pamërsu. Edhe ka mu kemi debatu disa herë gjatë për këtë punë, edhe unë jam konë kundërshtar i fort i krahut të armatosën të vendosjes. Kur kemi shku në parlament, kemi pas konfliktet hapuna, sidomos me PDK-n, se PDK atëherë ishë në pushtet edhe na i kishim hapun, lufteshim jo kundër tyne si PDK, po kundër korrupsionit, keqpërdërimeve që i bajshin, që edhe ata ma vonë pajtohen, se kanë pas një qeverisje shumë të keqe, po jo anë miqësore. Edhe atëherë, unë marra vesh se pjashtin qonten, jo në për ato skanera të kështu odin, edhe kishim zyrët balë për balë, shkoj thash Albin Aki Alti, tha po, qëra ki 765. E këshyra i dhe, thash a ke vrana ka nërë, tha jo. Thash, qëra ki qyshë në filma ka u bajë, në përgjësia dhe këta filmat action që i thojnë, ku ti bjenë plumi a i përzotë dhe dur t'i shkojnë për pjeshtu. Thash nuk është ashtu. Ti më shëjsh njerit Alti me që ta 765, asë se hetan. Nuk e njën. Këtë plumat i hargjan, veç mira në kryja, dikun në vitali, kështu, po edhe në zemrë mira, kur që si banë, atë ndej merë një koj, del gjaj, mësë më të rega. Ja spjegova që nuk është, se ata mi vradi kanë malti, që ka të vinë Altia. Po ka në parlament, me ashtu dhe tash, unë e mendoj edhe pas një hezitim, mendoj se kjo që dhe në me bo me këtë gjandarmërin, përveç se nuk e kupton kulturën të anë, traditën, urrejtjen për vetë termin gjandarmëria, e se ka atë ndjenë fare. Gjandarmërin dënë me bo një forcë të ti personale, lojale ndaj ti personalisht. Forcën sukur gardën që e kanë diktatarët e njerës, se e ka pa për 5 vjetë se UÇK-ja, Forca Armatosur e Kosovës, FSK-ja, edhe policia i kanë rënë në UÇK-n, edhe rrjedhën e kanë për UÇK-s. Nuk është vetëm disa njerëz si po pensionohen tash FSK gradualisht, po policët edhe shumica policëve dhe ushtarëve të Kosovës rrjedhin për UÇK-s dhe për familjeve të UÇK-s. Për shembull, shumica njerëzve që kanë luftuar e çojnë djalin ose në polici, sa është pjesë traditës patriotike, ADN-s, edhe aja ka hetu këtë punë. Edhe e sheh këto dy forcat armatosura si kur nuk mundet me i bo lojale. Me qenë se Agjencinë Kosovare të Inteligjencës ka kap përmes drejtorit, inspektorit, zonës drejtorit, domthonjë e ka po për vete në një mënyrë ose një tjetër, nuk them se krejt agjentat, po kokën e agjencisë ka kap, ai krijon një përmes verifikimit, agjencia ka departamentin e vet të verifikimit, edhe çka bën, i merr njerëz që janë lojal ndaj tij. Për shembull, zakonisht rrugaqa që si s'kanë familje, që janë të ardhur dampe, që janë rrit me probleme, që ashtu kanë boton. Këtë diktatorët bojnë që ashtu. I gjojnë fëmijët që janë rrit ose jetima, ose në familjet që kanë abuzu prind me ta. E din ata, është kjo histori e kanë boton, nuk ka bëu i pari. Edhe donë me kriju gjandarmarin me qasi njerëz. Domthonjë me njerëz që janë lojal vetëm ndaj tij. Nuk besojnë Zot, nuk besojnë kamp, nuk besojnë drejt, nuk besojnë drejtësi. Domthonjë, krejt diktatorët e kanë kriju qatë grup njerëzve. Edhe që ata grup njerëzve japin përgjegjësi këtij edhe vetëm këtij, edhe nëse gjelen ja u çan ana njëri që është i besueshëm këtij. Po kjo nuk ka mendoj. Udhëheci i kësaj nisme të gjandarmerisë është ministri i punëve të brendshme, Xhelal Cveshla. Ju dikur e keni thujt si armiku shqiptar i policisë Kosovës. Nuk ka shqip fals në këtë botë që ngjahon të paktën, që është armik më i madh i policisë Kosovës që Xhelal Cveshla. Kush nuk më beson mua dhe fjalëve të mia, në YouTube e i gjon fotografi, video inqizime, ku Xhelal Cveshla me këtë forcën fizike hell gur e tulla e çka të qëllon mi policinë e Kosovës. Është ai momenti tek kuvendi i Kosovës. Jo, nuk është nuk ka, ti më së më beson mua. Je kundër me fjala e më skaransi. Unë jam gabem. Këqyre në YouTube, janë video,
ku Xhelal Sfeqa me krit forcë fizike, jo një protestë që bëhet, kemi boton protesta, ka pak rezistime, po ai me krit forcën, unë vetë jam përballu fizikisht me to. Ja u mosh këtë çantat me gur aktivistëve, që ku të hin aty me këta me çantë më shku më afër si më shumë më hi policëve. Xhelal Sfeqa është armik i përbetuar i rendit e i ligjit, është armik i përbetuar i policisë Kosovës. Prej 2 milion njerëzve nuk e gjet një njeri tjetër që është i dyti armik. Ka mund me bon njërin që është armik i dytë i vetëvendosjes, i policisë Kosovës. Po e ka bon nishin për më ju tregu policëve që kjo amon edhe që shte ja u bëj edhe zuzani mundi. Po policët e Kosovës vinë për familjeve më të mira të Kosovës, janë të përcaktuar për rendin e ligjit. Ata i zbatojnë disa urdhra pa lidhje, po ata nuk e sulmojnë popullin e Kosovës, ata nuk i sulmojnë komandantët e Kosovës, ata nuk i sulmojnë qëllimtarët e Kosovës. E këto e ka marrë vesh. Tash, përmes qësaj gjandarmarisë, dënë mi gjetë lumin e Kosovës. E mi armatos mirë, e mi bo lojal ndaj ti personalisht. Që kjo është qëllimi? Ju e keni parashikuar zoti Krasnik që me një emision para disa javësh që keni thënë që Albin Kurti e Xhelal Sfeqa do t'i çojnë, do t'i dërgojnë për njësitë speciale me arrestu komandantat e UÇK-s. Me qina njerëz nga thirrë çu e di. Shumë e thjeshtë. E nja, e di çfarë mend e ka. Jam ka thënë që to, kam më thonë gjithkohë. Gjandarmeria s'ka më bo, po në qoftë se bo, ma e mend fjalët e mia. Kanë më bo për krejt njerëzve, pa karakter, pa dignitet, pa familje, pa vlera kombëtare. Ka mi zgjell, Agjencia Kosovare e Kosovës Inteligjencë ka mi një mi zgjell njerëz që nuk kanë asnjë vlerë, mi armatos mirë, mi trajnu mirë, që mi shërby ati edhe vetëm ati. Çaj është qëllimi, s'ka qëllim tjetër. Në cilin veprim deshtoj policia Kosovës? Çka deshtoj deri sot? U dash më kry një punë, edhe nuk mujti mi kry. I vetëm rast që kuota në kuotë do më në thojza deshtoj, ose deshti mi kry, mi arrestu Sami Lushtaki. Se s'ka nevojë se Sami shkon vetë. Në telefon mi thirë, jo mi aqu letrën, mesazh mi thonë Samis, hatën policia i vjen. E jo veç Samia, po krejt ushtarë të UÇK-s. Prej komandantëve më të lartë, deri në ushtarët më të thjeshtë. Kur s'ki nevojë mi arrestu? Kur një, ta kanë shku në Hagë, tonë kanë shku në Hagë. Vetëmit janë prej krejt njerëzve që janë akuzu për gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, po i thonë, sa është e drejtësisë, vetëmit shqiptarë, ma e men, vetëmit shqiptarë, as kroat, as pashnjakt, as serbt, as kurkush, as një grupe tjera, vetëmit shqiptarë kanë shku tonë vullnetarisht. Ama tonë, prej Ramushit që ka i shku i pari, dej kush ka shku i Mramit, arse di, krejt kanë shku vullnetarisht. Se në konë luftarë shqirimtarë, s'konë lufta më e mirë guerile e tana kohënave. Krejt historisë njerëzimit, pej se bo luftat guerile, pej Rome, që o shkru letrat, e dej 99. Krejt njerëz, edhe armiqtë tanë, thujnë, lufta më e mirë, më e pastër, më organizu me guerile e tana kohënave. Na jemi qu kundër tyne, çka është më keq mendëri, çka janë ta njerëz, çaj u ka dhonë me pija, me hongra, çka është bon kjo punë. Pse kundër luftëtarëve tanë? Kjo nuk ka kuptim logjik. Unë kanë njerë mendoj se jam ka shërë një ondër të keqe. Ose diç kjo do të më çuni le të pikë kësaj ondre. Shpeshherë zoti Krasniqi këtë pjesën kur akuzohet për që është kundër ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, si zoti Kurti, ka pasur se zoti Konjuca, të tjerë kanë thënë që pikërisht grupi parlamentar i vetëvendosjes ka në përbërjen e tyre më së shumti ushtar të UÇK-s nga gjithë tjerët. E kanë përmendur rastin e Djeçit të UÇK-s që ka qenë dikur shefi i grupit parlamentar, rastin e ministrit të Ju Maqedoncit, Shqipe Selimi, e gjithë ata të cilët kanë qenë dikur Mimoza Shale që ishte në legislaturën e fundit, e shumë të tjerë për tyre të cilët thonë që pse pikërisht domethënë ushtarët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, Gani Krasniqi e shumë të tjerë pra kanë qenë pikërisht vetëvendosje. Po dhe unë kam qenë vetëvendosje. Unë kam shkuar në vetëvendosje jo mi sunu Kosovën, po mi qeverisë Kosovën. Unë kam shkuar. Ke shkuar në kona ashta që s'ka pas kësi lloj akuzime për trajtimin e ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Po gjithë kanë shkuar më të rek, ma e mam. Asnjë njeri që ka luftuar për Kosovën me integritet, me sinqeritet, e me drejtësi për me shliru Kosovës ka mandat aty. Kanë mi kuptu herët avon. Sa ushtarë të UÇK-s kanë shku aty e në largu. S'po du mi përmendë me emna. Kanë shku e kanë pa se kjo nuk është organizatë që dënë me shliru Kosovën. Janë largu.
Tonë kanë më largu. Një ditë tonë kanë më largu. Pse këta nuk e kanë nërmend me zhvillu Kosovën, me demokratizu Kosovën, me bo matë mirë, me lullëzu në kuptimin e mirë të fjallës. Pa kanë nërmend me sunu Kosovën, me glabru Kosovën edhe me bo pronë personalit të njëri. Ska më ndodhe. E përmani rastin e Xhelal Sfeqës, qyshe ka emëru në kryet Ministrisë të Punëve të Brendshme, rastin e njëjtë, ose mund e me thonë një strategji gati të njëjtë, e ka përdor edhe tek rasti i Dim Albashës. Për zoti Libor Naliu raportohet pra që është largu nga lëvizja vetëvendosje pikërisht për shkak të emërimit që ka bërë zoti Basha në kryet Kuvendit të Kosovës. Çka bëri zoti Kurti e vendosi pikërisht të emërejnë ministrinë kryet Ministrinë të Infrastrukturës. Aty për ku ishte deri dje Libor Naliu. Rastin tjetër kena pas rastin e zonjës Fitore Pacolli, ku i ka pas disa raportime për keqpërdrime me grante dhe subvencione dhe i bëri pra pikërisht ministre të mjedisit. A është të strategji si pasur? Kur kam dëgju për largimin e Liburinit në farë mënyre, është një farë lehtësimi që shtashun kam pasion historinë edhe një farë mënyre Liburini të Albini o konë sikur Mehmet Shehi të Enver Hoxha. Kështu që viktima e fundit të ti o konë Mehmet Shehi. Kështu që unë lutë në shumë se viktima e fundit e Albinit më konë Libor Naliu. Se s'ka mo viktima, njerëz tjerë që kanë met aty nuk janë asë ta afër tina, nuk kanë punu me ta, nuk kanë një kohë veprimtar fi fillimi, kështu që largimi i Liburinit është Mehmet Shehi e Enver Hoxhës. Të burgosur politik që kanë qenë bashkë në burg me Albin Kurtin e Libor Naliu kanë thonë që nëse është Albini sot këtu ku është pikërisht nështë merit e Libor Naliut. Ata thonë që nga koha burgut, i ka thonë ja ka paraprit një mënyrë që ka me qenë me një pozit, ka me udhëheq Kosovën. E vërtetova ata që thashun. Mehmet Shehi o konë edhe kryeministër, ministër e Rendit dhe ministër e Mbrojtjes. Ka marrë 2 ministri edhe kryeministër. Janë marrë vesh çashtu. Mehmet Shehi është viktima e fundit. Ma e çashtu është. Viktima e fundit, njëri më i afër është viktima e fundit. E thatë që prej 2006 se keni kontribu për lëvizjen vetëvendosje edhe në opinion publik njiheni si nga financues më të mëdhej të lëvizjes vetëvendosje. A dihet shumë sa keni shpenzuar zoti Krasniqi pikërisht për partinë e vetëvendosjes? Jo, nuk dihet. Unë kur kam filluar me ndihmu, më doket që kam ka $2,000 në muajt për një periudhë, atëherë kur ka fillu fushata, nuk kam majt evidencë totale, po i kam... Në shumë për afër ta me thonë që... Ska munda me thonë numra, po s'kanë edhe vlerë dhe nuk janë. Po në 2 gjana në më rëndësi. Një, se kur nuk kam marrë përgjithësi në krejt financiare të vetëvendosjes, vilem kujtohet, pa të më shku me Albin me lyp parë në Shqipëni, u talën me neve, ata do në firmat Shqipërisë, kemi shku nga 10 venda me lyp parë, në epshin ka €300, ka €200, në përgjithësi firmat mëdha ata, për shembull, mbaj mend, një shku aty ai i kishtë qitë komën në komi, ja të këpucat e kuqet të atë në qena, Guqja, kur dikush i marrën të këpuca me shenjë, shumë ato kushtojnë ja €3,000, €4,000, s'disa kushtojnë, su s'majt, isha shnajta. A i në i dhanja €200, dhe i thash e të shkujem, se t'ja po në farë. Dhe më dorët një farë thymje e ullë, adhe në qiti parë që thujë. Pa i të kishë zonë parë, sa njën a këpucë bila, adhe njënën me ekë, ma njënën bjallë epë, dyat po njënën. Në që i kishë këpucat të €4,000, në i dha €200, e thash e e lama të punë. Atëraj për frikës që unë për marë primatin e pronarit e shiti banesën. Edhe mas i kom fillu me punu si deputet krejt rogën komplet, ja kom dhonë vetëvendosjes, i kom da për 3-4 vjetë Deona Mihajli, bekana bazi, nuk i di detalet, po Deonën e di sa hi, se pa të harru, po të shivlav jam ma qiti atletëm, ta qyre kem bazë në rogë, ta është më falë. Po të se, më tha, edhe se i manë finansat e më të regoj. Shqyri, i harraj ka njëherë detalet, se shumë punë, shumë biznise, po që të 2 detale i ma e menim, i shku me lyparet e njëri që i ka pas këpucat 4,000, 3,000-4,000 euro, ne ka dhënë €200, edhe ma e menë si Deona Mihajli, ja kom në rogën një 3-4 vjetë. Sa e keni kritiku, zotin Kurtin ka pas edhe si mbështet ti të cilët pra ju kanë kundërpërgjigj në një mënyrë, njëri për tyre ka qenë edhe Sadrera Mabaja, cili ju ka quajtur si pullazgji New Yorkut. Me shumë krenaria në pullazgji. Kur shkoj në New York, kur vjen në plani më ra poshtë, nuk mundën me kalu 3 blokat qytetit që se di një shkolla, një house, një shpisi, se kom bo kolmin. Jam krenar pra atë punë te, për shumë 1.400 njerëz i kom shtin, shumica për ty në shqiptarë, në sindikata që na i thujmë union, e kom shtet luftën shqiptarët Kosovës, kom shtet vetëvendosjen, kom shtet familjen teme, kom bo gjanat e mira,
Unë jam pa tepër harin të konit pullazgji, jam krenar si jam pullazgji. Kom thonë, vazhdoj me thonë, jam shkuën në kipet kerrit, në bagazh të makinës, me 3 njerëz tjerë, kom kalu kufinin legalisht të 88-ës, në arkivol vi, po me besh nërkom nuk vi. As si hajnë nuk vi, as si tradhtar nuk vi, as si mashtrusës kokën se uli para kërkuj. Në arkivol vi, po me besh nërkom nuk thejnë në Kosovë. Jam krenar, kalzera ma bajës edhe tonë atyne. I kom hënë gjithë kuj, krejt gazetarë që kanë shkru për mu, ka bo kështu, ka blek kështu, hade këshyri, krejt financat e mija. Krejt financat e mija. Gjatë luftës, në kulmin e luftës, kur në kom shkri, gjithë shka kom pas për luftën e Kosovës, shqiptarët, që në konë në kryesit Ledekës, në kryesi, jo antarët Ledekës, kanë qu letrën Internal Revenue Services, e kanë nënshkru letrën me investigu mu për të armët e mija. Serbë nuk kanë qu. Shqiptari, që sot shet vjen edhe këtu shet patriotizm, s'du m'ja për me emnin, se ka një familje të shkelqyshme, e ka qu letrën, kur është ka arë Internal Revenue Services, ma ka qit letrën, a u bo mek me mu shumë, edhe e pavë që s'ka kur gjo, e pavë për shka punoj, adinu një shumë për viktimat e Kosovës, tha, a kem bes, për shtas më m'ja për me emnin, thash po, që kjo njëri tha ka qu letrën, me në nëshkem, shqiptar, kryesit Ledekës ako. E ka qu letrën me investigu mu Internal Revenue Service. Nuk është problem, ka kaluaj ako. Tha që gjatë kohës lutës keni shkrinj gjithë shka për me ndimu ushtrisë lëmtore të Kosovës, për me ndimu çlirimit të Kosovës. Një së fundi keni deklaruar që keni mundi me shkrinj çdo pasurinë tonë për me lirua shqiptarën nga burgu i Hagës. Pas një zit. Sot, me ardhi kush ma ka zurru, unë kam menu se me një bashkëpunim të mirë mundëm i kalu një rezolut në Kongresin e Amerikës. Rezoluta me një bashkëpunim gjithë shqiptarëve, së mos atyre që në lider të komunitetit, kishim mujtë mi kalu një rezolut, mbi një pikë, se vetëm me prezentu në Kongres se kjo është një ligj që kriju për një grup etnik. Ajo bjen ndesh me të gjitha ligjet tërkombëtare. Nuk mundesh me kriju ligj për një grup etnik. Bjen ndesh me ligjet tërkombëtare, me ligjet e Amerikës, me kushtetutën e Amerikës. Kështu që mi qatë pikë kishin mujtë mi kalu një rezolut në Kongres, qatë ditë që kish kalu rezoluta në Kongres, nesër me një shmledhë Parlamenti i Kosovës e kish zhban gjukatën, na kishin bërtit ka pak ta meq të dashur ndërkombëtar, na kishin shah ka pak kështu, po nuk ish bo kiameti e luftarët e lirisë në Arshpe. Nuk e kam bënë për hashimin personalisht, as për Kadrin, as për Regjin, apo Jakub. Nuk e kam për individin, e kam për se organizatës se unë i kam taku me shumë krenari, e kam shtet, nuk është kon organizatë për bashkë kriminale. Nuk është kon. Që kjo gjykat dënë me dëshmu se o kon. E që ato që bojnë brezat mas nesh, ata thojnë kështu që ka thënë gjykata ndërkombëtare. Është shumë më rëndësi, është tepër më rëndësi për shtetësinë tonë, për talmen tonë, për identitetin tonë kombëtare, qytetare, njerëzor, që kjo gjykat më shmo. Çfarë mendimi keni sot për rolin edhe kontributin e zotit Thaçi, zoti Krasniqi pas luftës? Të marrë parasysh në kalunin keni pas goxha do veprime, deklarata kundër tij. Qoftë rastin i 2010-s. Jo vetëm për hashimin. Keni edhe pa ditë. Jo për hashimin, por edhe antarën e kryesisë Ledekës që ka çu letër për mu kur nuk kam bon asnjë akuzë për asnjë njeri të ushtrisë lëmtare të Kosovës. Unë ju kam thonë publikisht sa herë. Ata më kanë akuzuar mua, kam vjedh parë, kam ngru në shkinë, s'ka lënë gjë pa thonë. Unë s'kam fol për kërkan, as për familjen, as për uçeken. Kur më hiu në politikë 2009, kam thonë se është abuzues i pushtetit. Edhe ai mendon se unë mendoj se ai din se ka abuzues i pushtetit. Edhe drejtuesi një bande kriminale keni. Po. Kanë dhënë të nderat ku i kanë darë, sa kanë darë, kanë marrë përqindje, sa kanë darë. Për çeta është Albini tash pushtet. Për çeta më e madh. Për çeta është Albini pushtet. Për faktin që ata kanë bën gjithçka. Kosova është shumë e vogël. E din. Po unë nuk e kam marrë me mend. Për shembull, ne na delke Gelmazi të bërtit për nepotizmin. Unë nuk kam pa nepotizëm çfarë bën vetëvendosja. Nepotizmi vetëvendosjes i ka lënë ton kufit. Për shkak kur kon PDK në pushtet, i ka pashtitur njerëz të punë. Po tash në pej, vetëvendosja e ka shti krejt në përborde. Krejt aktivistë që kanë merr në pej, tash nuk i din komuna tjera, ata që një personalisht që kanë punu me ta, krejt aktivistë e vetëvendosjes, i ka shti në përborde, në për vena ministri, në për vena udhëheqëse. Nepotizmi i vetëvendosjes është nivel tjetër.
as LDK-ja, as PDK-ja, as AK-ja, as kur një parti politike nuk matet me nepotizëm e me keqpërdorim të pushtetit sa vetë vendosin. E unë nuk e kom një mu vetë vendosin me bo kështu. E kom një mu vetë vendosin me kriju kushtet barabarta për njerëz me hinë punë, kofshin ose mos kofshin vetë vendosin, ose s'janë angazhuar politikisht thjesht. Njerëz më të mirë mi marë punën, më meritori, me meritokraci, jo me partishmëri. Pikërisht e përmend e PE-n, pikërisht në 2017 në burgun e PE-s, keni thënë që keni parandalu një luftë civile, ku së bashku me ambasadorin William Walker keni vizitu Albin Kurti. 2007, kur ka ardhur plani Ahtisarit, atëherë vranë dy dëshmorë, dy djemë shumë të mirë, edhe maj men, bile edhe këta i majka ato fotografitë e tyne në vetëvendosje, ku ishtë për vjetori, edhe i pata thonë, Alben, ta e në dëshmorët Kosovës, jo, dëshmorët organizatat mi pas dëshmorët e vetë. Jo, për Alben, nuk ka organizatat dëshmorë, apo den, ta nuk janë ndekë për vetëvendosje, janë ndekë për Kosovën, edhe atëherë eskaloj situata shumë keq, dhe mas i urderët gjaki, plus na kishim informacion se ishin rumonët e Ukrajinas e të pjesë, se në atë kohë nuk e kem ditë, po pjesa më e madhe Ukrajinasve që janë në konë këtu si shërbysin konë rësë. Një siti i Ukrajinasve që i ka bo vrasjen, ata janë konë 90% rësë. Në konë pjesës lindore na nuk e kem ditë atë punë. Se atëherë në atë kohë Rusia dhe Ukrajina kanë pas raportet shumë mira, edhe kur Ukrajina ka vendosur me ardhë në Kosovë, Rusia ka insistu si krejt njerëz që kanë punu në shërbim të Rusisë, me ardhë me shërbim në Kosovës edhe me që informata në Rusije, me mbledhë informacione që rëgjene këto. Ata në fakt shumica aty në ushtarëve ukrainas që kanë bo krimin në konë të shërbimit inteligencë rusë. Edhe të marë parasysh grupet që ishin këtu si ONMEK ishin shumë kundërshtarë të pavarësisë tanë, edhe të pa situatën që eskaloj atër në abonit mundsh me Agim Qeku, ish kryeministër, me një gjyqtarë, ku një vëdhesave, ku një gjyqtaci, mi shku e ke marë autorizimin, më shku me taku në burg në Pej, një ora naca 2, ata në Pej u të befasun, kur në panë ta gardian të burgit, adin, erdhe Albini, që fa me ato teshat në gjyrë, portokall, fa kënarije, e kërstënë ambasadori haptas, i thash, kjo s'punë zbohat. A vëden, a në këshyrë ke mu, i thash, prej me ka, vëden, nuk bëhet kjo punë, luftë civile s'ka më bo. Atër kemi pasar në vetëvendosje, ma e men ambasadorin i dhim kjo shpina shumë, 10 orë kemi najtë në atëfar shpina, atëfar kolibin që kanë pas një kolib këtu në Pejtan. Në qatë kolib kemi najtë aty një 10 orë, ma e men Vesari Meri në këta u që ishin libur një tonë kundërshtime, dhe ambasadorin ma në fundin kjo du të bunal, ose në kom dalë haptas, kundër juve, haptas. Atër kemi shku me ambasadorin të Steven Shok, konë Zavens Saragjis, edhe ju më konë vetëm unë në zyre, gati janë rej fizikisht ambasadorin me Steven Shok. I tha Steven Shok, ambasadori tha rules of engagement, që shënë regullat nërhyrjes. Ajo që unë kom i madha, konë general për para, kush jetë tha unë jam ambasadori Walker, tha unë jam këtu me bo, e shanë pozite për të keqe, adin, unë e veç për qatë, mos po këta Amerikanë zakonisht t'i shkojnë në ftyrë, po nuk ka hinë një një tjetër, nuk janë zajna shqiptarë. Edhe erdhen të shetë një zhurme në njerës tjerë, moshat, jemi konë vetëm në atret, janë qunë kom ambasadori Walker, tha nuk mundi me ndërhyjnë atë njërë, nuk mundi, se ambasadori Walker i kishë informacionet, se i informun njerës të kolegët e vetë, që ka punu përpara me ta, për Angli dhe për Amerike, informun se që kontingenti e Ukrajinasve edhe një pjesë e rumunëve ishin shpionat të Rusisë, punëtorë të Rusisë që punojshin për Rusi. E përmendën Vesari Merin edhe po du me ndërlidh pak me këto largime që kanë ndodhur së nga PSD-ja. Vesari Meri, Shpend Ahmeti, Dardan Sejdiu, së edhe Zgjem Hyseini dhe Qëndrën Kastrati. Sa kanë dëmtu PSD-n këto largime dhe cila është nështë arsyeja këtyre dy të fundit që janë larguar? Mendoj se krejt ta njerëz besojnë një socialdemokraci, një demokraci liberale, po njerëz janë individ, kanë nevoja, kanë kërkesa, kanë familje, kanë ambicje, nuk dojnë me prisha atin personale. Për shembull, mu më thojnë që për gjithë ditë gjinja, po ti ku ke ngusht ke mirë, po ku nuk bëjnë në diçka që jo mirë, po ata që kanë punë keq, që du mi livruarën, mi bo fabrikën, mi majtë
doktorët e njerëz që janë përgjithë të punue, kur s'muj me bo unë diçka për Kosovën, si kam punë të mirë, qa pa presim për atyne që du të me punu 10 orë, 12 orë në ditë, veç mi majtë thmin. Do të tonë mu angazhu për ndryshimin politik, mendoj se disa njerëz vetëm lodhen me aktivitetin politik, mosha ka lënë, familja ka kërkesa, nuk ka asë një për këtyne njerëzve nuk kanë asë një vrejtje për socialdemokraci në njërën që shna punojnë. Është këtë qashtje personale, individuale, se njerëz dojnë me bo diçka tjetër, unë i kuptaj. I kom thonë gjithmonë. I kuptaj, po edhe i respektoj për nivelin personal, po nuk i respektoj për nivelin patriotik. Për shembull, njerëz që i kem lutë me ardhë më angazhu tash me neve, kur një teme nuk kam i respektu për nivelin patriotik. Ashtu që kur nuk i respektoj njerëz që në konë 30 vjeqarë, 25 vjeqarë, kur bo lufta në Kosovë, s'ka ndarë në luftë. Unë i nërëj, foli me ta. Po kur më folin për patriotizmë, nëse ja u këthej shpinën, nëse nuk ballafaqohna me ta. E janë figurat për shembull me Haradina, gjithë ditën mundë me bo debat për luftën. Gjithë ditën e gjithë natën. Se unë i respektoj për që kanë bo. Gjithë ditën, mundë më su pajtu, po me njerës që i ka pas 25, 30, 35 vjetë, 99, 98, e nuk është me luftua, s'ka kontribu në luft, unë nuk i respektoj. Gjithë social-demokratë, që besojnë social-demokratë, i nuk e nimojnë Partinë Social-Demokratë sot, unë i nërëj, foli me ta, për në tardhmen, kur ata kanë mi u bashkan gjitë, nuk kanë mi pas respektin ta. Unë e di ku qëndrojnë. Sigur e di për luftarët liris ku qëndrojnë, e di edhe për ata. A unë shtë emër të cilën të kanë refuzu ta që ta keni lutë? Nuk është, emnat nuk kanë shumë plek. Duhet me rezistu atëra kur është zërë, kur o kollaj tonë bëhen pjesë. Sigur tash për shembull, njerëz janë, këta njerëz që zakonisht, së mos është vendendosja e kam ledhë shumë, i thom, zakonisht, anglisht i thonë brown noses është një fjallë, është dhe njoftën, po unë i thom, na kem një term matë mirë, thonë mizat e kalit. Për shembull, ato mizat e kalit shkojnë të kalin, hinë mrapanicë të kalit. Kur të soft kali, e ndrojnë mrapanicën. Janë mizat kalit, fluturojnë ka manëse. E unë tash flasë me ta, rri, po respekt nuk kam. Respektin, tana gjana të hapen. Paret, pozita, tana, për respektin du të me fitu. Për me të respektu, dikush du të me fitu. Edhe në punë, edhe në jetë, në familje, në kam du të me fitu. Çka presin nga këto zgjedhje, zoti Krasniqi, dhe çfarë rezultate mendon që ka me performu PSD-ja në zgjedhjet shtatëshorit? Unë besoj shumë se populli ka mu vetëdisu, është vetëdisu, ka me bo ndryshime, po të e marë parasysh karakterin, personalitetin, ambicjet, kurtit, unë nuk shoh stabilitet politik në afat shkurt. E na keme punu fort, që mos më bo ma keq. Mos më bo kë konflikt civil që o hapë në internet, në rrugë, në fymje, mos me eskalu në konflikt fizik. A do të garani prapë nëse ka zgjedhje pas 3 muajve prapë? Me të më shiku, nuk kam qef me bo premtime, se nuk kam, kur bëj premtim, kam qef me majt. Une, na apet po thëkthena të Dugagjini, thojnë burri lidhet për guhe, kallë për brina. Kështu që une lidhë nga për guhe, kur e thëmë një gjallë, kam qef me majt, nuk e dhja em nga gjallë, e në shnasha, që shë puna. Zoti Krasniqi, falenderoj për këtë bashkëbisedë dhe më uroj suksesin në garën e ju për deputet. Faleminderit shumë. Faleminderit.